Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Stuhia e fortë që përfshiu jugun e Shqipërisë la pas 2 viktima, disa të plagosur dhe dëme të konsiderueshme materiale në zonat bregdetare. Një punonjës si OSHE-s humbi jetën gjatë ndërhyrjes për riparimin e rrjetit elektrik në Himar, ndërsa një peshkatar u gjeti pa jetë në det pranë Ksamilit. Autoritetet vijojnë ndërhyrjet dhe kanë pezulluar lundrimin për shkak të kushteve të rrezikshme atmosferike. Moti keq goditi me forcë zonat bregdetare të jugut të vendit duke shkaktuar pasoja të rënda në Himar dhe Sarand. Bilanci i stuhisë është 2 persona të vdekur, disa të plagosur dhe dëme të shumtaj në infrastrukturë, biznese dhe mjete lundruese. Në Himar, viktime e stuhisë mbeti një 54 vjeçar Bashkim Boçi, punonjës sezonal, operator të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ai ishte duke punuar në zonën e Potamit për riparimin e një defekti në rrjet kur u rrëzua nga një shtyllë elektrike rreth 9 metra e lartë, pasi dyshohet se u koputur ripi sigurisë. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme, ai u dërgua pa shenja jete në qendrën shëndetësore të Himarës. Tragjedia e dytë u regjistrua në ujërat pranë ishujve të Ksamilit, ku u gjeti pa jetë 61 vjeçari Mihal Zoi, peshkatar nga Saranda. Policia e gjeti dhe mjetin e tij lundrues të fundosur, ndërsa hetimet po vijojnë për të përcaktuar nëse vdekja ka ardhur si pasojë e motit të keq apo nga një tjetër rrethan. Stuhia shkaktoi edhe të plagosur. Në Sarand, 3 persona posuan dëmtime të lehta nga thyerja e xhamave të godinës dhe automjeteve, ndërsa pas marrjes së ndihmës mjekësore u larguan për në banesat e tyre. Policia kufitare ndërhyri në disa raste emergjente në det, një familje me 5 antar u shpëtua pranjalës pasi mjeti i tyre lundrues posoi defekt gjatë natës. Gjithashtu, gjatë operacioneve në Sarand, Bunec dhe Ksamil, u asistuan disa mjete lundruese që rrezikonin të fundoseshin. Pasojat e motit ekstrem u evidentuan edhe në tokë. Në Sarand, pemë të rrëzuara bllokuan akse rrugore, ndërsa një pish dëmtoi 3 automjete pranë stadiumit. Dëme u raportuan edhe në bizneset përgjatë shëtitores, ndërsa 2 skafe të ankoruara në portin e Limionit u shkoputën nga dallgët dhe përfunduan të fundosura. Për shkak të përkeqësimit të kushteve detare, autoritetet kanë ndaluar lundrimin e mjeteve në zonat e Sarandës, Ksamilit dhe Borshit. Kufizimet do të vijojnë deri në një urdhër të ri nga Kapiteneria e Portit Sarand. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar pas ditën e sotme në zonën e rreth rrotullimit të Tegut në Tiranë, ku një person ka humbur jetën dhe 2 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Një kamion i tonazhit të rënd ka humbur kontrollin, ka përplasur një automjet dhe më pas ka përfunduar poshtë mbi kalimit. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe dinamikën e plotë të ngjarjes. Një aksident i rënd ka tronditur aksin e Unazës Lindori në Tiranë pranë rreth rrotullimit të Tegut, duke lënë pas një viktim dhe 2 persona të plagosur. Sipas të dhënave paraprake, një kamion që lëvizte në drejtim të rreth rrotullimit të Tegut ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, duke rënë nga mbikalimi në aksin e poshtëm të autostradës. Nga hetimet fillestare dyshohet se mjeti i tonazhit të rënd nuk ka respektuar përparsinë në hyrje të rreth rrotullimit dhe ka goditur një automjet tip Audi. Përplasja ka qenë fort duke e marrë automjetin për disa metra përpara se të përfundonte jashtë mbikalimit. Drejtuesi i kamionit ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa pasagjeri që udhëtonte me të ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për ndihmë mjekësore. Gjithashtu i plagosur rënd ka mbetur edhe drejtuesi i automjetit Audi, i cili është transportuar drejt spitalit të traumës për trajtim të specializuar. Automjeti është dëmtuar rënd nga goditja. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, ambulanca dhe grupi hetimor, ndërsa janë kryer veprimet për dokumentimin e aksidentit dhe përcaktimin e përgjegjësive. Për shkak të aksidentit të rënd, trafiku është rënduar ndjeshëm në hyrje të Saukut dhe në drejtim të Elbasanit, duke krijuar rradh të gjata automjetesh. Një çift dhe 3 fëmijët e tyre u shpëtuan nga policia kufitare në Himar pasi mjeti lundrues me të cilin udhëtonin posoi defekt në det. Operacioni u zhvillua gjatë natës, ndërsa familja u gjet në afërsi të plazhit të Jalës dhe u transportua në breg pa probleme shëndetësore. Autoritetet u bëjnë sërish thirrje qytetarëve të shmangin lundrimin në kushtet e pafavorshme atmosferike.
Një operacion kërkim shpëtimi i policisë kufitare në Imar përfundoi me sukses pas sinjalizimit për një mjet lundrues që kishte mbetur në det për shkak të një defekti teknik. Alarmi u dha rreth orës së 22:30 së martës, ku autoritetet njoftuan se disa persona ndodheshin në vështirësi pranë zonës së Jalës si pasojë e motit të keq dhe pamundësisë për të vijuar lundrimin. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kufitare nisën operacionin e kërkimit me mjetet e tyre lundruese. Pas lokalizimit të barkës, efektivët gjetën në bord një familje me 5 antar, një çift bashkëshortësh dhe 3 fëmijët e tyre. Të gjithë u transportuan në mënyrë të sigurt drejt pikës së kalimit kufitar në Imar, ku u konstatua se ishin në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kishin nevojë për ndihmë mjekësore. Pas operacionit, policia kufitare përsëriti thirrjen për qytetarë dhe pushues që të respektojnë rregullat e sigurisë gjatë lundrimit, të pajisen me mjetet e nevojshme shpëtuese dhe të shmangin daljen në det kur kushtet atmosferike paraqesin rrezik. Rezistenca qytetare mbylli mbrëmjen e sotme ditën e 54 të saj me protestuesit që u mblodhën sërish përpara kryeministrisë dhe vijuan marshimin në rrugët e Tiranës. Pjesëmarrësit përsëritën kërkesën për largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ku organizatorët deklaruan sërish se tubimet do të vijojnë edhe në ditët e ardhshme, duke kërkuar mbështetje më të gjerë qytetare. Protesta e përditshme në kryeqytet ka përfunduar edhe në ditën e saj të 54, ndërsa qytetarët e shumt u mblodhën sërish në bulevardin përpara godinës së kryeministrisë. Tubimi nisi me fjalime nga përfaqësues protestës dhe qytetarët pranishëm, të cilët shprehen pakënaqësi e tyre ndaj qeverisë dhe situatës politike në vend. Pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit marshuan në disa prej akseve kryesore të Tiranës, duke përsëritur thirrjet kundër qeverisë. Edhe në këtë ditë, kërkesa kryesore e protestuesve mbeti e pandryshuar: largimi i kryeministrit Edi Rama dhe krijimi i një ndryshimi politik përmes zgjedhjeve të reja. Pavarësisht temperaturave të larta dhe kozgjatjes së gjatë të protestës, organizatorët deklaruan se mobilizimi qytetar do të vijojë çdo mbrëmje, duke e cilësuar këtë lëvizje si një rezistencë të vazhdueshme kundër qeverisë. Në përfundim të tubimit nuk u raportuan incidente, ndërsa forcat e policisë vijuan monitorimin e situatës dhe garantimin e rendit gjatë marshimit të protestuesve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë se po përpiqet të pengojë protestat qytetare kundër projekteve në zonën e Zvërnecit. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha pretendoi se institucionet shtetërore po përdoren për të ndikuar te organizimi dhe perceptimi publik i protestave. Ai u bëri thirrje demokratëve të mbështesin atë që e cilësoi si një nga lëvizjet më të mëdha qytetare të dekadave të fundit. Protestat qytetare për çështjen e Zvërnecit kanë qenë në qendër të deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Në mbledhjen e grupit parlamentar, ai pretendoi se reagimi i qytetarëve ka shqetësuar kryeministrin Edi Rama dhe se qeveria po ndërmerr veprime për të dobësuar këtë lëvizje. Berisha akuzoi institucionet ligjzbatuese dhe administratën publike se po përdoren për të ndikuar ndaj protestuesve, duke pretenduar se janë krijuar fushata denigruese në rrjetet sociale kundër pjesëmarrësve në tubime. Edi Rama, përveç angazhimit total të policisë kriminale që është më kriminale se çdo bandë tjetër, të shërbimit informativ kombëtar që bashkëndon të gjitha praktikat me Beogradin, ka mobilizuar mijëra rrugtar, punojës të administratës shtetërore në krijimin e llogarive falso në mediat sociale, në rrjetet sociale, për të demonizuar protestën dhe protestuesit, për t'ja ulur shikueshmërinë e tyre dhe për të ndikuar në algoritmin që sipas tij ja kontrollonte Irani algoritmin. Lideri i opozitës e cilësoi protestën si lëvizjen rinore qytetare më të fuqishme që nga vitet 90 ndaj ftoi demokratët që ta mbështesin atë. I ftoi demokratët dhe demokratët në Tiranë dhe në mbar Shqipërinë të mbështesin me të gjitha mundësitë e tyre këtë protestë. Zero ndikim nga slogani i ekstremistëve të majtë apo opozitarëve të opozicës, Berisha në burg PD e shitur, asnjë ndikim. Zero. Berisha kritikoi gjithashtu procesin e reformës territoriale, duke cilësuar atë si një strategji të veçantë që sipas tij do të ndikojë në shpopullimin e zonave të ndryshme të vendit. Në mënyrë të befasishme, Ramaduro ndërpret procesin, kur e pa se mbështetja për finalizim në reformë mbi bazën e parimeve të drejta
në interes të qytetarëve po ecën, të gjithë Shqipërinë do ngrem në këmbë. Nuk ka. Nuk mund ta bëj ky si çiflik. Një tjetër çështje e ngritur prej tyre ishte situata në Thedh, ku akuzoi qeverinë për ndërhyrje ndaj ndërtimeve në zonë. Shkoi dje dhe u kthye si kriminal në vend e krimit. Pa atë që i ka bërë ai Thedhi, s'ja ka bërë asnjë pushtues. Ja u them unë ju. Nuk i kanë ndjek dot ata. Në fakt kur janë fut ato zona ka lënë kockat. Dhe ka lënë kockat me mira. Shkon ky edhe ja u rrafshon shtëpitë ndërtuar në trojet e veta. Dhe u kthye dje atje për treguar se i mposhti ata. Si mposht kurr ata. Nuk i kanë poshtë kush kurr ata. Dhe ai për ato shkatrime që ka bërë do bëhet përgjegjës gjë minutën e fundit të jetës tij. Ndërsa duke folur për sezonin turistik, Berisha deklaroi se situata në plazhet shqiptare nuk është në nivelet e pritshme dhe se shumë prej tyre sipas tij paraqiten me mungesë vizitorësh. Turizmi, thot ai. Qa turizmi? Me qindra shpronotime, edhe nga Theth edhe nga gjitha anë për shkak të tij dhe pastaj akuzon protestën. Mbledhja e Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore me përfaqësuesit e Policisë së Shtetit u shoqërua me debate duke u shtyrë për një datë tjetër. Opozita kundërshtoi mungesën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë Skënder Hita, duke kërkuar që raportimi të bëhej prej tij personalisht. Palët ranë dakord për zhvillimin e një seance të re dëgjimore me pjesëmarrjen e drejtuesve të kërkuar. Seanca dëgjimore e Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore në Policinë e Shtetit nuk arriti të zhvillohej sipas parashikimit pas përplasjes me opozitën dhe mazhorancën për përfaqësimin e institucionet. Në mbledhje është dërguar për raportim zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Sokol Bishka në vend të drejtuesit të institucionit Skënder Hita. Ky vendim u kundërshtua nga deputetët e opozitës, të cilët kërkuan praninë e drejtorit përgjithshëm për të dhënë shpjegime mbi rolin e policisë gjatë procesit zgjedhor. Duhet gjej drejtorin për çfarë arsye është e pamundur për drejtorin e përgjithshëm policisë për të informuar. Mirë, pra jo po ta gjejmë atë për shkakun, jo për para. Nga ana e tij Sokol Bishka deklaroi se ai ka qenë drejtues që ka koordinuar punën e Policisë së Shtetit gjatë zgjedhjeve të vitit 2025 dhe se kishte tagrin për të raportuar për çështjet e kërkuara nga komisioni. Në të dy rastet, qoftë për ndryshimin në ligjin për Policinë e Shtetit, qoftë dhe në rastin sot për reformën zgjedhore, në dy rastet kam qenë unë protagonisti që kam propozuar ndryshimet për Policinë e Shtetit, në ligjin Policinë e Shtetit, dhe unë kam qenë i autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë ose zëvendës drejtori i përgjithshëm për çdo rast ka ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Dhe në rastin në fjalë, drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qark në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Këto, nëse juve keni eksperiencën, nuk e vënë në dyshim, të kishte ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe ju të ishit aty në krah. Duhet vinë krerët, nëse ai është i pa zoti që të përballet në një komision parlamentar, atëherë ta heqin ato të vijeni juve. Dhe hajdeni juve në emër të Policisë së Shtetit. Ti marrin dhe drejtorët e tjerë, të vinë dhe të na përgjigjen gjitha pyetjeve që kemi neve. Të vinë të përgjigjen se kemi shqetësime. Debatet vijuan edhe për mënyrën e komunikimit mes deputetëve. Një përplasje verbale u shënua mes bashkëkryetarit të komisionit Damian Gjiknuri dhe deputetes demokrate Albana Vokshi, pasi kjo e fundit reagoi ndaj mënyrës së adresimit të saj gjatë diskutimeve. Si funksionon, çfarë nuk ka shkuar mirë. Dhe këtë gjë mund ta bëj edhe në drejtori. Megjithatë, duro mos unë po ti. Ore ti, jeta nuk është bardhë zgjedh dashur. Unë kur t'jap një përgjigje, t'jap i diapazon më të gjerë për gjetur vetëm. Po mirë, zonj. Ashtu, mua e dashur mos më thuaj. Jo, pra jo, mos më thuaj mua e dashur, e para. Jo, jam këtu antare komisionit e para. E dyta, ajo që kërkoj mos e respekt për komisionin e reformës zgjedhore. Kaq, respekt. Nuk e caktojnë ato. Jo, standardoj dhe jetën tënde. Sa bëhet me ngjyra jetën. Unë të dhash, po të lutem tash se tash. Si ti mos u merr me jetën time personale private se nuk e ke, nuk lavon aty njëri që të merresh me mua. Po ta bëj me ngjyra. Nuk e bëj personale, mos e bëj. Të lutem sepse je mësuar që ta sfumosh rëndësinë e çështjes me to batuta kote. Diskutimeve të tensionuara, mazhoranca dhe opozita ranë dakord për shtyrjen e mbledhjes. Seanca e ardhshme pritet të zhvillohet me pjesëmarrjen e drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita, si dhe me drejtuesit e Agjencisë së Inteligjencës Financiare, i cili gjithashtu mungoi në këtë takim.
Qeveria ka miratuar paketën e mbështetjes për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit që humbin jetën apo plagosen gjatë ushtrimit të detyrës. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministrat folën edhe për angazhimet e reja të vendit, ku Shqipëria pritet të dërgojë oficer shtabi në kuadër të një misioni ndërkombëtar në Gaza. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes njoftoi se fondet e marrëveshjes së Huas me SBA-n do të përdoren për modernizimin e forcave të armatosura. Qeveria ka vendosur të zgjerojë mbështetjen për familjet e punonjësve të policisë së shtetit që sakrifikojnë jetën apo posojnë dëmtime të rënda gjatë kryerjes së detyrës. Vendimi i miratuar parashikon jo vetëm kompensim financiar, por edhe programe trajnimi financiar dhe sociale për familjet e tyre. Ndihma e menjëhershme që jepet në rastet e familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursat të plota arsimore, është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës. Ministri i Brendshëm deklaroi se pas mbylljes së qeverisë dhe sjelljes së efektive të policisë gjatë protestës së zhvilluar prej rreth 2 muajsh ka qenë korrekte dhe në përballje me detyrën institucionale. Policia e shtetit është aty për të zbatuar ligjin dhe për të garantuar sigurinë, përfshi edhe për protestuesit të cilët në drejtën e tyre duan të dalin të protestojnë paqësisht. Por patjetër nga ana tjetër, ato kanë edhe gjithashtu detyrimin të procedojnë çdo kënd që shkel ligjin para agjendat caktuara. Një tjetër vendim që pritet merret lidhet me angazhimin e Shqipërisë në misione ndërkombëtare për Gazën. Ministri i Mbrojtjes bëri të ditur se javët e ardhshme Këshilli i Ministrave do të shqyrtojë dërgimin e trupave shqiptare, fillimisht me oficer shtabi. Shqyrtimi i territorit rrethanave kushteve në Gaza, pas atij misioni ne do të dërgojmë oficerët e shtabit që do bëjnë pjesë e forcës ndërkombëtare, e shtabit e forcës ndërkombëtare stabilizuese. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese do bëhet vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Dhe aty do jemi në gjendje pse të specifikojmë sa trupa do dërgohen dhe ku do dërgohen specifikisht dhe kush do të jetë misioni konkret që ata do të zhvillojnë. Ministri sqaroi gjithashtu se marrëveshja e UAS prej $300 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përdoren për blerjen e sistemeve dhe pajisjeve të reja ushtarake me synim rritjen e kapaciteteve të forcave të armatosura. Marrëveshja që ju referoni është një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrjen në forcat armatosore të disa sistemeve, pajisjeve dhe mjeteve që forcave të armatosura i duhen për të përmbushur kapacitetet e vendosura nga NATO. Të gjitha shpenzimet që ndodhen në Ministrinë e Mbrojtjes në pjesën e tyre më të madhe shkojnë për modernizimin e forcave të armatosura. Sa i përket samitit të ardhshëm të NATO-s që pritet të zhvillohet në Tiranë, ministri deklaroi se data përfundimtare do të përcaktohet nga vendet anëtare të aleancës. Partia Demokratike ka kërkuar shpjegime nga kryeministri Edi Rama për kostot dhe financimin e ekspozitave të tij artistike në galerinë ndërkombëtare. Opozita ngre pikpyetje për shpenzimet që lidhen me ekspozimet personale të kreut të qeverisë në vende të ndryshme të botës. Sipas demokratëve, qytetarët përballen me vështirësi ekonomike ndërsa kërkojnë më shumë transparencë nga institucionet publike. Partia Demokratike ka ngritur akuza dhe ka kërkuar transparencë lidhur me aktivitetet artistike të kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar këtij të fundit të bëjë publike mënyrën e financimit të ekspozitave të tij jashtë Shqipërisë. Përmes një deklarate, demokratët pretendojnë se ndërsa qytetarët përballen me rritje të kostës së jetesës, taksa dhe vështirësi ekonomike, kryeministri vijon të prezantojë punimet e tij artistike në disa prej hapësirave të njohura të artit bashkëkohor në Europë dhe më gjerë. Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjë e më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozojë punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës, në ekspozita personale në Gjermani, Itali, Francë, Greqi, Portugali, Shtetet e Bashkuara, Turqi, Kinë dhe vende të tjera. Vetëm për përdorimin e hapësirave ekspozuese gjatë 2 ekspozitave të fundit, shpenzimet mund të arrijnë qindra mijëra euro. Kështu, ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë.
Opozita ka sjell vëmendje edhe disa prej ekspozitave të fundit duke pretenduar se vetë përdorimi i hapësirave ekspozuese mund të kenë kosto të konsiderueshme financiare. Hapësirat e ekspozimit të këtyre niveleve mund kërkojnë kosto shumë të larta pa përllogaritur dhe përfshirë transportin e veprave, siguracionin, montimin, promovimin dhe shpenzime të tjera organizative. Ndërkohë, Edi Rama ka zhvilluar ekspozitat të tjera në Athinë, Napoli, Berlin, Stamboll, Hong Kong, Mynih dhe vende të tjera. Në këto kushte, Partia Demokratike dhe opinioni publik kërkojnë transparencë për. A janë deklaruar në mënyrë të detajuar pranë institucioneve përgjegjëse të gjitha të dhënat nëse këto ekspozita janë kryer me shpenzime personale nga vetë Edi Rama, nga galeritë pritse, nga sponsor privat, apo subjekte të tjera, kush dhe sa janë paguar për të mbuluar kostot e transportit ndërkombëtar të veprave, sigurimin, montimin, promovimin dhe organizimin e secilës nga këto ekspozita. Partia Demokratike kërkon që kryeministri dhe institucionet përkatëse të bëjnë publike të dhënat e shpenzimeve, sponsorët dhe mbështetje të mundshme të lidhura me këto aktivitete artistike. Çmimi i karburanteve në Shqipëri ka shënuar një rritje të ndjeshme ditët e fundit duke e çuar naftën mbi kufirin e 200 lekëve për litër. Në shumicën e pikave të tregtimit, një litër naftë po shitet rreth 206 lekë, ndërsa edhe benzina ka pësuar rritje duke arritur në 189 lekë. Shtrëngtimi lidhet me rritjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare të ndikuara nga tensionet në lindjen e mesme dhe pasiguritë për furnizimin global. Pas disa javësh, stabiliteti i çmimeve e karburanteve në vend ka nisur një tjetër valë rritjeje. Nafta ka kaluar sërish pragun e 200 lekëve për litër, duke u tregtuar aktualisht me shumicë në pikat e karburantit me rreth 206 lekë, niveli më i lartë që prej muajit maj. Edhe benzina ka ndjekur të njëjtin trend. Çmimet e saj në tregun me pakicë ka arritur në rreth 189 lekë për litër, duke shënuar një nga nivelet më të larta të javëve të fundit. Ndryshe, paraqitet situata për gazin, i cili nuk ka pësuar ndryshime të reja në çmim. Pas rritjes nga rreth 50 lekë në 69 lekë për litër, ky produkt ka mbetur në të njëjtin nivel. Rritja e çmimeve në tregun vendas vjen në një kohë kur edhe nafta bruto në tregjet ndërkombëtare ka shënuar rritje. Tensionet e reja në lindjen e mesme, sulmet të vazhdueshme dhe kërcënimet ndaj rrugëve kryesore të transportit të energjisë kanë shtuar pasiguri për furnizimet globale. Çmimi i naftës Brent është rritur me rreth $92 për fuçi, duke arritur në nivelin më të lartë të 6 javëve të fundit, ndërsa nafta amerikane West Texas intermediat ka kaluar në $86 për fuçi. Ekspertët e tregut vlerësojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i situatës në lindjen e mesme mund të sjellë presion të ri mbi çmimet ndërkombëtare dhe si pasojë edhe mbi tregun shqiptar të karburanteve. Shqipëria vijon të rënditet e para në Ballkan dhe ndër vendet kryesore në Europë për peshën që zën shpenzimet për ushqime në ekonomi. Sipas të dhënave të Eurostat, gjatë vitit 2025, rreth 1/5 e prodhimit të brendshëm bruto u përdor për blerjen e produkteve ushqimore. Ekspertët e lidhin këtë situatë me çmimet e larta dhe nivelin e ulët të ardhurave të Shqipërisë. Familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë një pjesë shumë të madhe të buxhetit të tyre për ushqime, duke e mbajtur Shqipërinë në krye të rënditjes në Ballkan, ndër vendet me peshën më të lartë të këtyre shpenzimeve në Europë. Sipas të dhënave të Eurostat, të përpunuara nga revista Monitor, gjatë vitit 2025, shpenzimet për produktet ushqimore arritën në rreth 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, ose afërsisht 5 miliard euro në total. Statistikat tregojnë se megjithse ekonomia ka shënuar rritje, një pjesë e konsiderueshme me të dhënave të familjes vijon të shkojë për plotësimin e nevojave bazë të konsumit. Krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, diferenca mbetet e ndjeshme. Mesatarja europiane e shpenzimeve për ushqim është rreth 6.2% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa për vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia Hercegovina paraqiten nivele më të ulta se Shqipëria. Një nga faktorët që ndikon në këtë situatë është niveli i çmimeve. Sipas Eurostat, produktet e ushqimore në Shqipëri gjatë vitit 2025 kushtonin mesatarisht rreth 3% më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian, ndërkohë që të ardhurat e qytetarëve shqiptar mbeten dukshëm më të ulta se ato të vendeve të BE-s. Në përllogëritje mesatare, çdo qytet
qytetar në Shqipëri shpenzon rreth 2.349 euro për ushqime gjatë vitit kaluar. Ekspertët vlerësojnë se kjo peshë e lartë kufizon mundësinë e familjeve për të investuar më shumë në strehim, arsim, shëndetësi, transport apo kursime, duke reflektuar sfida që ekonomitë familjare vijojnë të përballojnë. Një telefon celular është gjetur gjatë një kontrolli të befasishëm në qelinë e Laert Haxhiut në burgun e Drenovës. Pajisja është sekuestruar dhe i është dërguar spakut për ekspertizë me qëllim verifikimin e komunikimeve. Nuk është hera e parë që autoritetet zbulojnë një celular në ambientin ku mbahet i dënuari në burgim të përjetshëm. Një operacion i kontrollit të zhvilluar në orët e para të mëngjesit në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Drenov ka çuar në zbulimin e një telefoni celular në qelin ku mbahet Laert Haxhia. Pajisja u sekuestrua menjëherë nga autoritetet e burgut dhe ju dorëzua prokurisë së posaçme, e cila do t'i nënshtrojë telefonit ekspertizën për të verifikuar kontaktet dhe komunikimet e mundshme të zhvilluara gjatë kohës që Haxhia i ka qenë para burgim. Ky është rasti i radhës kur në qelitë e tij konstatohet një telefon celular, çka ngre dyshime dhe sërish pikpyetje mbi masat e sigurisë dhe kontrollit brenda institucionit penitenciar. Laert Haxhia u ekzekutua nga Greqia në Shqipëri në korrik të vitit 2024, pasi ishte arrestuar një vit më herët nga shteti fqinj. Ai po vuan dënimin me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës në vitin 2017, ku humbi jetën Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha. Për të njëjtën ngjarje janë dënuar gjithashtu me burgim të përjetshëm edhe Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili. Paralelisht me këtë dënim, Haxhiu është në hetim edhe për dosjen e spakut për veprimtarinë e një grupi të strukturuar kriminal. Sipas organit të akuzës, grupi që ai dyshohet se drejtonte ka qenë i përfshirë në një seri ngjarjesh të rënda kriminale gjatë periudhës prill 2021-maj 2023, mes tyre disa vrasje, shpërthime me eksploziv, grabitje me armë dhe përgatitje për atentate të tjera. Hetimet pritet të përfitojnë edhe nga të dhënat që mund të nxiren nga telefoni i sekuestruar. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 23 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësiera të lehta kalimtare. Në pjesën më të madhe të territorit do të dominojnë moti i kthjellët, ndërsa në relievet malore gjatë orëve të pasdites mund të ketë vranësiera të pakta pa reshje domethënëse. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat izoluara do të ketë vranësiera të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mot të qëndrueshëm dhe temperatura në rritje të lehtë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 31 gradë, Peshkopi 17 deri në 29 gradë, Tiranë 22 deri në 34 gradë, Durrës 24 deri në 32 gradë, Kavaj 23 deri në 32 gradë, Elbasan 22 deri në 34 gradë, Berat 22 deri në 35 gradë, Korç 16 deri në 27 gradë, Vlorë 24 deri në 32 gradë, Gjirokastër 18 deri në 29 gradë, Sarandë 24 deri në 32 gradë,
Territori i Kosovës për datën 23 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod relativisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Rreshqet nuk priten, ndërsa temperaturat do të shënojnë arritje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 29 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 13 deri në 28 gradë Celsius. Podujev 12 deri në 27 gradë. Skënderaj 13 deri në 28 gradë. Pej 13 deri në 28 gradë. Prishtinë 13 deri në 28 gradë. Gjakov 14 deri në 29 gradë. Malishev 14 deri në 29 gradë. Gjilan 13 deri në 28 gradë. Perizaj 13 deri në 28 gradë. Kaçanik 12 deri në 27 gradë. Suharek 14 deri në 29 gradë. Prizren 14 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.